Avokat, pak ditë më parë u rikthyen edhe amerikanët në SPAK, për ndryshe nga që kishte deklaruar Rama që amerikanët e kanë braktisur SPAK-un. Si e shikoni këtë lëvizje? Ardhja e tyre është një ardhje e cila nuk është zyrtare. Është thjesht një deklarim, ose më mirë do thoja një pamje filmike që kanë transmetuar mediat, dhe nuk kemi as nga ambasada amerikane një deklarat, por as nga SPAK-u një deklarat që të thotë kanë ardhur prokuror apo amerikan ose agent. Unë jam i bindur që ardhja e tyre nuk ka të bëjë me vazhdimsinë e SPAK-ut apo përndimën ndaj SPAK-ut, por mendoj se aty ka të bëjë thjesht për rastin e McGonigal, që është një ndër rastet më të mëdha korruptive, abuzimi, që kanë ndodhur midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. Ku ky agent është kapur në flagrancë, ose më mirë në kushtet e flagrancës, duke u korruptuar nga biznesmen dhe nga funksionar të lartë publik shqiptar për të goditur opozitën shqiptare. Përveç kësaj, kemi edhe zonjën Yuri Kim, që bën pjesë të kësaj loje, sepse është ajo pikërisht në 2021 që shkon jashtë një selie partjake dhe citon fjalinë bar. Dhe përveç kësaj, është ajo që bashkërisht me sekretarin Blinken vendosën nën grada Sali Berishën. Përveç kësaj, të gjithë këta individ janë përfshirë në komunikime me njëri tjetrin. Dhe këto komunikime i kanë pikërisht këta prokuror të cilët kemi parë në hyrje të SPAK-ut. Ata kanë komunikime midis Edi Ramës, Yuri Kim dhe në funksionar të tjerë të Partisë Socialiste. Po edhe me Erion Velin. Sepse arrestimi i Erion Velis para zgjedhjeve nuk ishte thjesht vetëm një mesazh që ne kapim të fortë të politikës, po ishte një mesazh i qartë brenda strukturave të Partisë Socialiste, brenda Fondacionit Soros, sepse mos harrojmë faktin se Fondacioni Soros ka qenë një ndër asistentët të cilët kanë ndihmuar me thonjza për të bërë reformë në drejtësi. Dhe përveç kësaj, zoti Alex Soros ka qenë ai i cili ka qenë disa herë në takime me zotin Rama, shumë takime me zotin Veliaj, edhe takime me Gonigal. Pra, këtu nuk ka të bëjë thjesht me ardhjen e tyre si asistent, apo si prokuror, apo si agent, po ata kanë ardhur pikërisht për të zbardhur një problem ose më mirë një skandal korruptiv që ka ndodhur në Amerikë, por edhe në Shqipëri. Më lejoni t'ju them një fakt tjetër. Presidenti Trump, gjatë kohës që ka qenë kandidat, ka qenë në një betejë të madhe gjyqësore, pra politike penale. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe ai ka qenë i proceduar. Erdhi momenti ku mori stafetën, u bë presidenti i zgjedhur pas nëntorit edhe marrjen e detyrës në janar, dhe ai tani nuk mundet përdori më procedimet ndaj tij që ka ndodhur, se është një fakt botërisht i ditur në Amerikë, por do të marri rastin me Gonigal ta përdori në politikën e brendshme amerikane. Pra të thotë që Yuri Kim, Biden, Blinken, Soros janë përfshirë në eliminimin e demokracisë në vendin tonë, pra në Shqipëri. Dhe kjo do të jetë për Trumpin një strategji që të thojnë të gjithë që përveç se ka ndodhur dhe në Amerikë, kjo praktik ka ndodhur edhe për opozitën shqiptare, jo vetëm për Partinë Demokratike, po në tërësinë për opozitën shqiptare. Avokat, si e shikoni, po themi, qasjen e Veliajt në burg dhe të Metës në burg? Të dy janë në panik. Të dy janë keq nga ana shëndetësore. Të dy nga ana psikologjike janë akoma më keq se asnjëri prej tyre nuk kishte menduar që të ishte në burg. Dhe akoma më keq është rasti që asnjëri prej tyre
nuk ka pas një letër A4 kundër Edi Ramës. Ose nuk e ka shfaqur. Unë jam i mendimit që nuk e ka shfaqur. Se në rast se do të shfaqej, dihet që do të kemi formën e bashkëpunimit. Pra, jo vetëm Veliaj dhe Meta kundër Ramës, por mund të ishte Veliaj, Metaj kundër Ramës, po të tre bashk në bashkëpunim të një vepre penale. Pra, secili të ketë një rol të posaçme në kryen e një vepre penale. Unë mendoj se tani në këto kushte që jemi, të dy palët, pra Veliaj dhe Meta, mbeten në burg, duke pritur çfarë do të bëj Rama dhe Berisha pas 11 majit. Sepse 11 maj nuk është thjesht vetëm një rotacion pushteti, nuk është vetëm një ndryshim, nuk është vetëm një rezultat. 11 maj është shkatrimi total i SPAK-ut në formën fillestare që ka pasur në teori. Në teori. Pra, SPAK-u në teori është gjë tjetër, në praktik është po gjë tjetër. Nuk është e njëjta gjë. Që do të thotë Veliaj dhe Meta presin momentin më të poshtër për ata, se kështu mund ta quajmë, se janë në burg, që të mendojnë dhe të kthehojnë brenda dhe të shikojnë situatën ashtu siç duhet ta shikojnë, që të vendosin në të ardhmen kush nga të dy, Veliaj ose Meta, do të jenë bashkëpunëtorët e drejtësisë ose dëshmitarët e sajt për të treguar bashkëpunëtorët e qeverisjes 2013-2017, përfshin senatorët dhe Erion Veliaj 2013-2025. Këto të dy mendoj dhe jam i bindur për këtë gjë, që në një moment do të nxjerrë një A4 që nuk do të jetë në favor të Edi Ramës. Pse nuk do të jetë në favor të Edi Ramës? Sepse pikrisht një tjetër rast i cili nuk u studiua nga asnjë është emri Monika Kryemadhi. Në emisionin Opinion doli qartëzi dhe bëri një deklaratë. Dhe deklarata e saj ishte shumë e qartë për ata që din në aspektin penal. Pyetja e Fejziut ishte e tillë: ke komunikuar me Edi Ramën dhe cilën kohë ke komunikuar? Kam komunikuar, thot, me Edi Ramën nga 2013 në 2017. Lind pyetja e thjeshtë. Po derisa ke komunikuar si deputete e thjeshtë me kryeministrin e vendit, ke komunikuar për thjesht për diskutime njerëzore apo politike? Unë them që është politike. Do thotë që kemi të bëjmë me kalimin e VKM-ve. Pra, VKM të caktuar kanë kaluar në bashkëpunim me Monika Kryemadhin dhe Edi Ramën. Dhe ne në rast se marrim të mirëqen që zoti Meta që ka akuzuar për VKM të kaluara në favor të biznesmenit Zamir Mane. Po rasti i inceneratorit që është kaluar me VKM në 2017, 2016 dhe 2015, që tregon qartazi që këtu kemi të bëjmë një formë bashkëpunimi, që tregon qartazi që këtu kemi të bëjmë me një dyshim të një formë të një vepre penale ose të disa veprave penale. Dhe ta marrim këtë dhe ta analizojmë ashtu siç duhet, qartazi mendoj dhe është edhe jam i bindur për këtë që A4 ndodhet në duart e Erion Velis dhe Ilir Metës kundër Edi Ramës. Në çdo moment dhe në çdo kohë. Si tani dhe ashtu edhe në të ardhmen.